Vendimi i grupit drejtues ndërkombëtar për përmbylljen e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës ponësit reagime të ndryshme. Prishtina nga njëra anë e vlerëson këtë si një hap të rëndësishëm në funksion të forcimit të sovranitetit të saj. Ndërkaq përfaqësuesit e serbëve e vlerësojnë të hershëm këtë vendim, i cili në veriun e Kosovës u prit me protestat të serbëve lokal kundër shtrirjes së autoritetit të Prishtinës në zonë. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Shehu. Grupe qytetarësh sërbë në veriun e Kosovës blokuan sot për rreth 2 orë rrugët kryesore të zonës në shenjë kundërshtimin ndaj shtrirjes së autoritetit të Prishtinës në atë pjesë. Policia e Kosovës tha se gjatë orëve të paraditës, grupe qytetarësh konsiderohet të jenë tubuar me qëllim të bllokimit të rrugëve kryesore për qarkullim në këto zona, si shenjë proteste kundër shtrirjes së institucioneve të Republikës së Kosovës, si dhe ndaj vendimit për heqjen e mbikëqyrjes së pavarësisë. Gjatë protestës, e cila kaloi pa incidente, përfaqësuesit lokal të serbëve në veri thanë se në këtë mënyrë duan të i dërgojnë mesazh komunitetit ndërkombëtar se nuk do të pranojnë institucionet e Kosovës. Protestat pasuan vendimin e grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën për t'i dhënë fund mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Autoritetet më të larta në Prishtinë, presidentja Atifete Jahjaga, kryetari i parlamentit Jakub Krasniqi dhe kryeministri Hashim Thaçi edhe sot e cilësuan si hap historik këtë vendim. Ky është një sukses i përbashkët i yni, institucioneve qendrore dhe lokale, i partive politike, i të gjithë qytetarëve të vendit. Është edhe një sukses i misionit ndërkombëtar, se është arritur shkallë e lartë e demokratizimit të shoqërisë dhe se Republika e Kosovës, shtet sovran dhe i pavarur, me subjektivitetin e saj të plotë ndërkombëtar, është bërë faktor paqeje dhe stabiliteti në rajon. Për Kosovën, për institucionet e Kosovës, për qytetarët në Kosovë, krijohet një realitet i ri që kërkon angazhime të reja nga gjithë faktorët politik në Kosovë, kërkon angazhime të reja nga të gjitha institucionet e Kosovës. Pra vendimi i djeshëm i grupit drejtues për përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë në kontekstin e shndërtimit të Republikës së Kosovës, paraqet fundin një kapitulli dhe hapjen e etapet të re, është dëshmi e qartë që Kosova është partner serioz i bashkësisë ndërkombëtare dhe Kosova si shtet ka arritur fazën e pjekurisë së mjaftueshme institucionale sa përket mbrojtjes së minoriteteve dhe administrimit të shtetit. Komentet e udhëheqësve politik u bën gjatë takimit të Këshillit Kombëtar për Integrime Evropiane, me që rast u tha se synimet për integrime duhet të avancohen dhe të shndrohen në një plan të punës për të gjithë shoqërinë e Kosovës. Vendimi për mbikëqyrjen nuk është komentuar nga Beogradi, ndërsa një pjesë e përfaqësuesve serb në Kosovë thanë se ai ishte i hershëm për shkak të situatës në vend. Deputetja Parlamentit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb Rada Trajković ka theksuar se ai është një vendim i papërgjithshëm dhe se për këtë sipas saj dëshmi janë incidentet që kanë ndodhur gjatë Vidovdanit, duke u referuar zhvillimeve të 28 qershorit kur 10 pjesëtar të policisë dhe qytetarë serb u lënduan në incidentet që përshkuan kremtimet serbe me rastin e 623 vjetorit të betejës së Kosovës. Përmbyllja e mbikëqyrjes është vendosur pavarësisht se plani i Ahtisarit nuk është zbatuar në tërësi për shkak të refuzimit të serbëve në veriun e Kosovës për të pranuar këtë plan dhe pavarësinë e Kosovës, e cila vazhdon të kundërshtohet ashpër nga Beogradi. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.